dritën e hënës apo në dritën e diellit? Ditën e hënës? Vampir apo alien? Vampir. Çaj quan herët në mëngjes? 3 drekës. Cili është traku fiksim? Një trak nga Henry Size. Qa baslajni ka? Kush është BPM-i perfekt? 120. Eksperienca më e bukur si DJ? Hardwood Fest. Po të mos ishe DJ? TikTok. Mendon se do bëhesh e vërtet? Do mundohesha. Okej, kthehemi DJ-t. Po punon në studio? Po. Çfarë rrymë do jetë? Progressive House. Çfarë do të thotë kjo? It's complicated. Të ka ngërkuar të luash nëpër dasma? Ja. Po në dasmën tënde kush do luaj muzikë? Madonna. Na thuaj të vërtetën, sa pronar të kanë lek borxh? Asnjë. Cili është problemi më i madh me organizatorët? Shumë probleme. Më mirë në lokal, klub apo festival? Festival. Në cilin event botror do të kishe qef të luaja? Warung, Brazil. Long drinks apo koktejl? Shoca. Paguan ndonjëherë për pjetë që konsumon? Jo. Po shoqëria jote përfiton nga kjo? Një çik. E njëjta famë të shoqëron kudo. Besoj. Kush ka muzikën më të mirë, Shqipëria apo Kosova? Kosovë. Të kërkoj njerëzit të vësh muzikë specifike? Po. Dhe ti çfarë ke bërë? Nuk dëgjoj. Në thuaj një rast që të kam bezdisur. Pa 2 javësh. Tani një rast që të kam bërë qefin. Gjithmonë. Pas eventit më mirë në shtëpi apo në after party? Pas after party në shtëpi. Ke menduar ta lësh ndonjëherë këtë profesion? Ja. Çfarë të bën të ecësh përpara? Ja, duke ecë jam.